sa rrugët po na ofrojnë neve shërbime të mira, në mënyrë që nesër të mos ngel vetëm fajtor shoferi apo automjeti, por ta shohim edhe ndikimin e rrugës si kontribues apo shkaktari i aksidentit rrugor. Se flasim për ndikimin e infrastrukturës rrugore në sigurinë, përgjithësinë, sigurinë e trafikut, janë disa vlerësime të cilat në mënyrë detajume do t'ju bëhet infrastrukturës rrugore, gjithsesi është auditimi i sigurisë rrugore dhe inspektimi i sigurisë rrugore. RSA, Road Safety Audits, edhe Road Safety Inspection. Për me dhënë ndonjë vlerësim për gjendjen e infrastrukturës, paraprakisht do të bëhet një vlerësim i tillë. Përfshi këtu të gjitha elementet gjeometrike të rrugës, gjitha atributet të cilat janë pjesë të rrugore. Jo i përmendet kyçet. Nëse bëhet një vlerësim i tillë, atëherë do të vlerësohet edhe mënyra këndi dukshmërisë gjatë kyçjes, shiritat adekuat për përshpejtim, ose për nxitim, për ngadalësim, kështu me radhë, do thotë gjitha atributet e rrugës vlerësohen dhe pastaj mbi atë bazë të vlerësimit ne mund të themi se kjo kategori e rrugës është i këtij niveli ose e kundërta. Zakonisht auditimi i sigurisë rrugore bëhet për rrugët ekzistuese, jepet një vlerësim për segment të caktuar ose pjesë të caktuar të një rruge, ndërsa inspektimi është një proces pak më i avancuar, i cili edhe në proces të projektimit vlerësohet edhe projekti. Respektivisht të gjitha elementet e nevojshme të sigurisë vlerësohen se ai përmbushin kriteret teknike edhe të sigurisë që ajo rrugë t'i përmbush me qëllim që të ofrojë siguri pak më të madhe.